Kur një dhimbje zgjat më shumë se disa ditë, çfarë duhet të bëjmë? A është gabim të qëndrojmë pa lëvizje? Janë disa pyetje që mund të drejtohen nga publiku dhe unë po ja u drejtoj juve. Atëherë, disa patologji duan që të qëndrojnë pa lëvizje. Për shembull, nëse kemi lustracion, pra dalje nga vendi i kokës të umerusit, automatikisht nuk duhet lëvizur, sepse po lëvizet do dalë edhe më shumë nga vendi. Por ka patologji tjera, për shembull, që është tendinopatit, që ka nevojë për lëvizje. Lëvizja është këndi lëvizjes. Ne tham, ky artikulacion e ka kënd lëvizjes 360 gradë. Pra, ju e dini që ne mund ta lëvizim krahun derisa ka 360 gradë, do të thotë që dhe ne në ditën tonë të përditshme duhet mundohemi ta arrijmë këtë. Pra, ka njerëz që thonë unë e ngre krahun deri në një pikë niveli dhe nuk e çoj dot më lart. Por ka njerëz që thonë unë e lëviz parë dhe mrapa ku duash ti, po më rrotullove krahun nuk lëviz. Në këtë rast, në fazën kur nuk rrotullohen dot krahun, me shumë mundësi kemi të bëjmë një frozen shoulder, që është patologji goxha e avancuar, apo kapsulita e besim. Një ngrirje e shpatullës. Një lloj ngrirje e shpatullës. Këtë ushtrim për të kuptuar në gjendje kemi shpatullën. Ose mund mos ketë dhimbje, po thjesht nuk e kthen dot mbrapa. Patjetër, sepse për shembull ka njerëz që nuk e kuptojnë që e kanë, sepse nuk është dashur të përdorin këtë lloj lëvizje dhe kanë vënë këtë rëndesën shpatullës si pasojë e qafës. Por ndodh që kapsulita adhezive apo frozen shoulder, pra shpatulla e ngrirë, ka 3 faza. Faza kur është duke u ngrirë, është faza kur është ngrirë dhe nuk ka lëvizje, ka dhimbje të tmerrshme. Keni parasysh që çdo muskull i trupit tonë është i veshur me një mbështjell apo neurozë quhet. Në mesin që këto ngrihen, kalcifikohen, nuk ka forcë të shkitse. Se ne kur lëvizim krahun, ja lëvizja automatikisht për ta bërë të lëvizje, mu desh të muskullit e mi të rreshkasin. Nëse un kam ngrirje apo kalcifikime, nuk kam rreshkitje dhe nuk e çoj dot krahun, nuk e bëj të lëvizje. Kështu që në këto lloj rastesh ajo që bëjnë gabim pacientët është tentojnë ta bëjnë me dhunë, pra me forcë, me inat, dua ta çoj patjetër. Jo, duhet bërë gradualisht avash avash, sepse çdo që bëhet me shumë forcë mund të psojnë pastaj edhe tërheqje dhe ruptura, si themi ne, apo kputje të muskujve. Cilat janë ndoshta 3-4 gabimet më të shpeshta që bëjnë njerëzit kur ndjejnë dhimbje në shpatull? Pa kaluar më pas tek diagnoza. E para që bëjnë më shpesh është që flenë mbi atë shpatullën e dëmtuar. Për shembull, më vëm shpatulla e majt dhe ata flenë me atë shpatullën poshtë për ta zënë dhimbje, thot ai, sepse kur është shtypi sipër nuk po dhëm. Ç'a ndodh është duke bërë edhe më keq situatën. Pra, ai e shtyp nervin gjatë natës duke ndjen, por ndërkohë degenerimi, problemi që ka patologjia është shumë më e madhe, okay? Mbajtja e peshave. Pra, vazhdon pacienti të bëjë të njëjtin lloj funksionaliteti që ka pasur më parë. Pra, e gjitha kjo gjëja dëmton patjetër. Ndryshimi i temperaturave ambienteve. Pra, ndeza kondicioneri se ka shumë vap, por ndërkohë ti ke një frozen shoulder i cili automatikisht ta ka rrit më shumë fazën. Pra, e shkakton kondicioneri tani fillon dhe vera dhe fillojnë këto problemet me Provokon, por duhet gjetë terrenin. Pra, provokon, e cila një muskulaturë e kontraktuar si pasojë e ndryshimit të temperaturave, bën më njëherë që gjithë kapsulat e muskulaturës të kurren më shumë. Nëse ti e ke pas gjendën përpara, mundësitë janë shumë të mëdha.